Më shumë se 500 banorë të fshatit Goskov çdo ditë vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Ata tregojnë se uji vjen në çesmat e tyre vetëm një orë në ditë, por është i papishëm. Banorët thonë se më shumë se 3 vite më parë është bërë një investim për ujin, por ai ka dalë i papishëm dhe që atëherë nuk i është dhënë asnjë zgjidhje për të siguruar ujin e pishëm. Në këto kushte tregojnë se janë të detyruar të mbushin ujin në përburime, por edhe ato tashmë për shkak të mungesës së rreshjeve kanë gjithnjë më pak ujë. Problemi ujit i pishëm është problemi më i madh. Kanalizimet, ujat e zeza, ujin e pishëm e kemi një orë në mëngjes. Ka dalë vap këtu bë një poset, ka dalë i papishëm. Nuk është pranuar nga bashkia. Është i papishëm. Si ja bënin këto kushte? Në burimet e fshatit, në për kush ka marrë një burim në shtëpi vin komshin të mbushin atje. Uji është i papishëm, nuk është i mirë, del keq me rera del me. Prandaj që duhet ujë të saktët, për kemi problem. Ka kaq kohë që dolli ujë, po çfarë ujë dolli më mirë. Çfarë ujë shoh. Si e zgjidhni, si ja bëni? Po i më keq shumë ja. Ja, vetëm ata dhe partneron. Ja këtu, aq ujë është shumë pak është. Shumë pak është. Është burim? Ka qenë që shumë e ka burim të lartë. Kjo po ashtu shumë, ka rënë shumë sepse s'ka lagësi. Prandaj të merren masa për ujë. Sipas banorëve, një zgjidhje e mundshme për këtë situatë do të ishte sjellja e ujit nga burimet e Goskovës së sipërme, uji i cili aktualisht derdhet në lum.